Unë nuk mohoj. Fare. Unë nuk mohoj. Për identitet unë nuk bana, kur? Po lemoj se ti ketë njëti... O, zemra, je i përsëritshëm. Je i përsëritshëm. E kupto? Tani, kur ti thu identitet, po jo më njëri dashur se ortakëria respektohet. Në qoftë se ti vendos për të bërë me një person, ti do ta respektosh atë person edhe ortakërin. Po në jetën tënde, nëse ti nuk arrin të jesh dikushi, ti po më flet mu për... S'paguaj fatura. Komitet morale. Selim, po si ke fjetë, mëram? Mirë. Mirë? Se? Jo, thjesht pyta. Kam pas shqetësime gjatë natës? Kam pas shqetësime gjatë natës? Jo, thjesht. Pyta, U zgjova shumë bukur. Nuk e di, janë 2 persona që kam menu ta natën, jeti edhe Brekeni. Pse? Në fakt, kur filloi ajo gjatë natës, Filloj? jo, kur filloi them isha zgjuar, se pse s'e ngjumej akoma. Po, se kuptova, më bot. Oh my god! Po mirë. Dita i qinë o zemra. Edhe i 10 dit janë, qëtësoj. Shumë e ka punë dhe është e pak e ishke që i bashku të marrë një pozicion, duke komentu trupin e një femre. Po ti ku ishe kur ata gola komentote trupin ti? Ku ishe ti? Ku ishe ti? Ku e pa mërë? Atëri i padre! Atëri i padre! Jo, atëri i njashë! Qarë, qarë me orë! Edhe ju ta nuk pojke be! Edhe ju ta nuk pojke be! Edhe unë e ka nuk tu be! Atëri mos më komu që të time! Mos më komu që të time! Kur ti ke qënë i padre, edhe s'ke marrë pozicion për opinive të të. Ajde tani, ajde se je i padre! Je i njashëm! Dhe unë po të nëzjetë surati që je par kredibilitet të publikut. Në këtë momenti, jo të duhe një Kush mungon, vetëm Cruella de Vil. Ajo mungon. Magjistaria me kazan dhe me tym gbar. E disa. Ti në qëmë se do marrësh pozicion për Selimin, ti do marrësh pozicion edhe për opinive dhe vetërat e tjera. Jo vetëm për Selim. Me ti të marrë një se kredibilitet. Dhe në qëmë se ju e jetë nga ti e servit, ti e servit dhe nuk je javë të bësh, të respektosh ortakëri, për të e vetë. Po Selin, Të marrësh ortakëri, të marrësh rreziqet e kush do ishte më i pranueshëm finale për ty? Matea apo Brekena? Ke filluar intervistën shumë herët sot. E ke filluar intervistën shumë herët. Ju më bëj pyetje me mua. Ke drejt më të them fal do më u përgjigj. Që paktën ta kuptojmë publikun që s'do më u përgjigj. S'ka lidhje me publikun, s'ka ngu në herë përgjigje. Pra s'do më u përgjigj. Momentalisht jo. Në rregull. Po jo se se kam përgjigje. Në rregull, pra nuk do në rregull. Thjesht pyeta. Nëse kena i temë interesante. A jeti kundra Brekenës më shumë se kundra Mateas? Se Mateo shumë arrogant. Jo, se Mateo shumë arrogant. Bra. S'kam thënë unë kur që jam kundra Brekenës. Sjellja dje që ai kapi nga dora të duke pranueshme, ma që gjithë asaj puthje që nolli dhe gjithë asaj afirmiteti që i dha Brekena nesër. Në momentin që ne kemi akuzuar për ninjat, dhe Brekena tha unë e njoh shumë mirë në fytyrë, Mateo tha, nëse dalun që jam ninja, do futem unë me rroba në pishin. Nëse deri tha që unë nuk jam ninja, tha, e ke dënin tha do futesh ti me rroba në pishin dhe ishte harruar në momentin që u konfirmu se kush ishte ninja. Edhe dje kur po bëja këtë lojën me Nikol me ujë, që u lart Nikol, tha ti tani e kemi lënë tha për dënimin. Dhe më ka kap nga krau, më ka tërheq për jashtë, pavarësisht se ne të gjithë po dinin për cigare, dhe tha futu, tash shikoj Mateo Mlirat, dhe tha normal që të futesh se Eli Porushe me vesh pa vesh, se çfarë nga këto komente dhe Mateo. Si? Çujti dhe Leporushe. Kështu që mbaroj me një ofendim nga ana Mateos. Ofendim. Po. Pa vesh. Çfarë thot vesh kutur. Ai shefat e preken si tip flirtimit. Në mesazh sa i ka dhënë që ta pëlqej. Kështu s'm ka kap kështu në për trup. Mi pran rregull tani.